Dy motorët e ekonomisë që përmenden më shpesh janë ndërtimi dhe turizmi. Të dy kanë sjellë para në qarkullim, punësim dhe lëvizje tregu. Të dy kanë prodhuar edhe dyshime të forta. Te ndërtimi pyetja është e vjetër, por ende pa përgjigje të plotë. A kemi zhvillim real apo fryrje që nuk mbështetet nga ekonomia prodhuese? Kur çmimet e apartamenteve ngjiten në nivele që shkëputen nga paga mesatare, alarmi ndizet vet. Jo domosdoshmërisht sepse çdo investim është problem, por sepse tregu bëhet i paarritshëm për qytetarin normal dhe i favorshëm për kapitalin që lëviz pa shumë transparencë. Te turizmi shifrat kanë qenë të forta dhe kjo nuk mund të mohohet. Hyrjet, konsumi sezonal dhe zgjerimi i ofertës kanë sjell oksigjen, por edhe këtu ka një por të madh. Një ekonomi që mbështetet tepër te sezoni, te shpërblimi dhe te paraja që hyn shpejt mbetet e ekspozuar. Mjafton një goditje jashtë me një sezon i dobët apo një tension rajonal dhe efekti ndihet menjëherë. Turizmi është mundësi, jo garanci. Ndërtimi është qarkullim, jo gjithmonë zhvillim. Kush i shet këto si zgjidhje përfundimtare, po i shet më shumë zhurmë publike se sa analizë të ndershme. Çfarë tregojnë vërtet lajmet ekonomike sot në Shqipëri? Lajmet ekonomike në Shqipëri sot tregojnë një vend që lëviz, por jo domosdoshmërisht në mënyrë të ekuilibruar. Ka para në qarkullim, por jo shpërndarje të drejtë. Ka sektor që fitojnë, por jo patjetër ekonomi që forcohet në themel. Ka shifra që duken mirë, por jo gjithmonë përkthehet në qetësi për familjet dhe biznesin e zakonshëm. Ky është momenti kur propaganda përplaset me xhepin, kur qeveria flet për rritje, qytetari pyet pse ende nuk i del muaj, kur përmendet suksesi i turizmit, eksportuesi pyet pse po humbet terren, kur flitet për stabilitet monetar, biznesi pyet pse fitimet po shkurtohen. Këto nuk janë ankesa pa bazë, janë tregues të një ekonomie ku përfitimi nuk shpërndahet me të njëjtën shpejtësi me të cilën shpallen sukseset. Për këtë arsye leximi i ekonomisë kërkon më shumë se njoftimet zyrtare, kërkon sy kritik, kujtesë dhe gatishmëri për të parë edhe atë që fshihet pas statistikave të kuruara. Në fund ekonomia nuk matet me fjalët që prodhon pushteti, por me barrën që mban qytetari. Dhe sa kohë që kjo barrë mbetet e rëndë, lajmi ekonomik nuk është thjesht zhvillim, është provë publike se kush po fiton dhe kush po paguan heshtur.